Të dhënat zyrtare të bilanceve të 4 spitaleve private të përpunuara nga Monitor tregojnë se të ardhurat e kombinuara të tyre ishin rreth 9.5 miliard lek me rënje 4.5% në raport me vitin e mëparshëm. Spitalet private i rritën të ardhurat me shpejtësi të paktën që nga viti 2017 për të kulmuar në 2021 kur pandemia rëndoi dukshëm shëndetin e popullatës, duke rritur vdekshmërinë shtesë. Pasi arriti kulmi në 2021, tregu duket se është maturuar dhe ka nisur rënjen për spitalet e mëdha, ndërsa të vegjëlit vijojnë ende zgjerimin. Në 2024 vdekjet u rritën me 3.2% në krahasim me vitin e mëparshëm, por mbeten 27.5% më të ulta sesa në 2021 kur kulmuan në 30.500 për shkak të pasojave të pandemisë. Rënja e vdekshmërisë dhe përfundimi i ciklit të virusit ka ulur ndjeshëm aktivitetin e spitaleve private dhe sidomos të klinikave mjekësore, që pa rritje të fortë nga analizat. Në të kundërt, pasojat afatgjata të COVID-19 dhe plagja graduale e popullsisë po mbajnë të lartë konsumin e medikamenteve. Një tjetër faktor që po ndikon negativisht vlerësohet edhe rënja e vazhdueshme e lindjeve, që ka ulur punën në klinikat obstetrike të vendit. Të dhënat e Instat bën të ditur se në 2024 u regjistruan 23.3 mijë lindje, niveli më i ulët i të gjithë tranzicionit. Për të tretin vit radhazi, spitalet e mëdha private raportuan stagnacion ose rënje të ardhurave. Tendenca lidhet me nivelin e lartë që arritën në vitin 2021, kur si rrjedhohet e mbushjes së spitaleve publike, por edhe besimi të ulët në sistemin publik të shërbimit shëndetësor, shumë individ u kuruan në spitale private. Paaftësia paguese e popullatës është një tjetër arsye që japin spitalet për të kurrjen e aktivitetit të tyre. Sipas operatorëve, faktorët kryesorë që ndikojnë në kërkesën për shërbime shëndetësore private janë aftësia e ulët paguese e popullatës, teksa shërbimet private kanë çmime të shtrenjta. Rënja e lindjeve është një tjetër faktor që ka ulur fluksin e këtij shërbimi në privat. Edhe emigracioni ka larguar shtresën e mesme që mund të kishte aftësi paguese për t'u drejtuar privatit.